Janë nxënësit e shkollës 2 dëshmorë të fshatit Sheremet të Gjakovës, të cilët në një aksion simbolik me pikpyetje janë duke kërkuar që të kthehen eshtrat e 18 personave, të cilët ishin vrarë në meje nga forcat serbe me 27 prill 1999, aty ku ekzekutuan 376 shqiptar. Drejtoresha e shkollës 2 dëshmorë, Teuta Haxhiu, tha se fëmijët dhe të gjithë pyesin se ku janë trupat edhe të 18 shqiptarëve të vrarë në meje. Simbolika e një baloni me një pëllum të bardhë dhe pikpyetja në dorën tjetër të nxënësve tregojnë 18 persona që ende nuk janë të gjetur, thjesht nuk pushojnë, sikur se pushojnë edhe shumë shoqet e tyre që janë vrarë për të njëjtën ditë. Pra, ende sot mbi një gjys shekull, të katërtën e shekullit, një çerek shekull, pra ende po kërkojmë që të kthehen 18 trupa të pajetë. Haxhiu tha se qëllimi është se edhe fëmijët të mësojnë se liria është fituar me mund dhe sakrificë. Fatkeqësisht kemi ende 18 të pagjetur, janë familjarët, po edhe gjithë ne që kërkojmë që të kthehen eshtrat e tyre, të paktën ta kenë mundësinë familjarët të vendosin një kuror lule. Në vazhdim të aktiviteteve të cilat nuk është kemi zyrtare diçka, por ne si shkollë ndijmë obligim që ta përcjellim mesazhin tek nxënësit, tek 33-jat, që liria nuk ka ardhur pamund, domethënë sakrifica e 376 familjeve që kanë dhënë me dashurit e tyre, edhe shumë masakra të tjera në Kosovë tregojnë edhe një herë çmimin e lartë që kemi paguar për ditën që sot ne gëzojmë. Me 27 prill 1999, forcat serbe kishin vrarë 376 shqiptarë në meje, duke kryer masakrën më të madhe në Kosovë. Paramilitarët serb përveç vrasjeve kanë marrë trupat e të vrarëve dhe pas 26 viteve ende nuk janë kthyer trupat e të gjithëve në Kosovë.